Pas testimit të gjuhës shqipe, nxënësit e klasave të nënta u testuan në matematikë. Rreth 29.000 nxënës zhvilluan sot provimin e dytë kombëtar, një provim që nisi në orën 10 për të përfunduar në 12:30. Sipas nxënësve, niveli i testimit të matematikës ishte mesatar. Pas përfundimit, ata u shprehën optimist, duke thënë se presin rezultate të mira. Testi ishte i lehtë për një nxënës mesatar. Nuk ishte shumë i vështirë. Gjithë vitin paka shumë e shpenzojmë përgatitje, dhe sepse kishe një vështirësi shumë të madhe. Në fillim kisha shumë frikë sepse mendoja që do ishte shumë i vështirë si gjithë tjerët këtu, por kur futëm klasë e pam që ishte një nivelit mesatar. Ne kemi bërë përgatitje shumë herë edhe në shkollë, dhe nuk ishte aq i vështirë, ishte nivel mesatar. Para testit bëheshin dorëzimet, bëheshte kontrolli dhe telefonat pajisjet që kishim ja dorëzonim zyshave ose prindërve. Nxënësit thanë se procesi ishte i rregullt dhe pa probleme, ndërsa provimi më i vështirë për ta ishte i gjuhës shqipe. Më stres, unë fakt kisha gjuhën, pasi e kam pak pikë të dobët se jam më shumë te shkencat, matematik, fizik, biologji e kështu të tjera. Dhe më i lehti ishte ky matematikës, mendoj. Besoj se gjuha është pak më e vështirë natyrisht, sepse ke edhe pjesën e krimtarimit, kurse matematika është në nivelit mesatar. Testimi i radhës dhe i fundit për nxënësit do të jetë ai i gjuhës së huaj, që do të zhvillohet më 30 qershor.